vite që mbulojnë drejtsinë apo kronikën e zezë. Jo ne që jemi të rinj. Pra kush ta nxjerrë lajmin në parë orë nuk e kuptojnë. Ato mega operacion që zhvillohet e bën SPAK-u, e bën policia, e bën BKH, nuk e bën disi gazetar dhe nxjerrin dhe ekskluzive SPAK operacion në Fierën në Tiranë etj. Të përfundojë operacioni, të përfundojë me sukses, prandaj dalin do për operacionet pa përfunduar sepse marrin vesh nga ekrani. Ato personazhe botës krimit që janë shpallur kërkim. Dhe nga dalin të informacione nga këto të BKH-s. Hetusit e BKH-s, brenda BKH-s janë burimi kryesor i gazetarëve të kronikës së zezë. Do t'rregoj një rast. Një rast i cili më ka prekur shumë dhe po bëj një dokumentar për këtë rast, vrasja e 15 vjeçarit Martin Cani, ku u përfol dhe emri i djalit të një hetuesi të BKH-s. Të gjithë gazetarët që mbulojnë, pra, thashë që na karakterizon të flasim hapur, që mbulojnë SPAK-un, askush nuk e përmendi emrin dhe nuk është marrë me këtë person. Sepse ai hetues BKH, ato e shohin si burim. Është e turpshme, është e frikshme, që unë si gazetar, nëse do ta bëj këtë gjë deri më sot, nuk dal më në asnjë ekran, nuk e lej profesionin direkt, që unë të bëj kompromis për një burim, për një informacion dhe të mos bardh vërtetën e një 15 vjeçari, i cili ka humbur jetën dhe familjarët e tij sot me dhimbje kërkojnë drejtësi dhe mos them të vërtetën se kush është i përfshirë dhe të mos përmend një person sepse është një hetues një BKH dhe e ka burim, kjo është skandaloze. Jo vetëm në rastin e BKH-s, apo dhe të SPAK-ut, prokurorët, apo dhe të policisë. Kur në profesionin tim nuk kam punuar në këtë lloj mënyre që të mos zjerë informacion se më humb një burim. Burimi kryesor për ne, gazetarët, janë qytetarë dhe e vërteta. Dhe në këtë rast kam kuptuar që BKH-n e shohin si burim, hetuesit e BKH-s e shohin si burim. Dhe aty del dekonspirimi i gjithë operacioneve. Më gacmohet pak në fakt. Ju keni edhe në informacionet e mia që kam me di që ju e keni disponuar videon për kurse keni bërë publike. Jo, se kam bërë publike për arsye sepse... Si e komentoni nga ana profesionale publikimin e asaj videos? Nuk mund të komentoj kolegët e mi në këtë rast. Thjesht do komentoj dhe do jap mendimin tim, unë si Igli, si gazetar, pse nuk e kam publikuar videon që kam disponuar 3 ditë pas ngjarjes. Po, është e vërtet sepse ne kemi bashkëbiseduar bashkë për këtë temë. Për shkak se janë fëmijë të mitur, nuk e kam publikuar videon. Videon e kishin autoritetet, prokuroria, policia e të gjitha. Kam bërë një ilustrim tek vendi i ngjarjes, pasi e kisha në kokë të vërtetën të gjithë ngjarjen për shkak se kisha parë videon, kam bërë një ilustrim e kanë hedhur në rrjetet e mia sociale se si ka ndodhur ngjarja dhe është e njëjtë me videon. Për shkak se janë të mitur, nuk lejohet nga ama, për shkak se respektova dhe dhimbjen e familjes Cani, pra nuk mund të publikoja një material pa marrë miratimin e tyre, por ishte një material ku bëhet fjalë për fëmijë të mitur dhe nuk mund të abuzoja pra me këtë rast, për të marrë disa klikime. Ajo që mund të bëja më shumë ishte të investigoja, të bëja hulumtime, investigime të theduara për të zbuluar të vërtetën, për të nxjerrë prova të tjera që të çonin tek e vërteta dhe tek zbulimi të gjithë autorëve të kësaj ngjarje kaq të rëndë, të çuarja e tyre para drejtësisë. Ato prova tash ishin nga drejtësia, nuk kishin ndonjë vlerë që unë të nxjerrja atë video. Por gjithsesi edhe publikimi i videos mendoj që është bërë për të mirën e hetimit, pra për të zbardhur të vërtetën, është publikuar pra për të zbardhur e vërteta, për të parë se çfarë ka ndodhur, pra që kemi një autor i cili mbante thikën në dorë, por ajo që duhet të themi dhe nuk e thot askush, kjo duhet të thënë pafundësisht. Vendi ku ka ndodhur ngjarja, pra krimi, ku janë përleshur minorenët, nuk ka pamje. Nuk ka pamje, të nuk e thu do të ka një autor, ka 2, ka 3, ka 4. Sepse policia doli me deklaratë zyrtare, ka vetëm një autor, nga e ditë që ka vetëm një autor. Ti s'ke pamje të vendit të ngjarjes, s'ke vetëm pamjen kur autori, pra njerëz që konfirmuar, ecën me thikë në dorë dhe i shkon nga pas të bashkëmoshatarëve të tyre. Pra kjo video vërteton që e kemi një autor, por nuk e vërteton që s'kemi 2, 3 apo 4 autor. Pra, për sa kohë s'ka pamje. Kësaj të duhet të themi. Pra, kjo video vërteton që kemi një autor, por nuk vërteton që s'kemi 2, 3 apo të tjera, kupton? Kjo është e vërtetë. Dhe kjo duhet thënë dhe mendoj që publikimi i videos në rastin konkret nga kolegu dhe jon Eraldo Arlica, këtë synim ka pasur, sepse është një koleg dhe një miku i jonë, i cili është një gazetar i talentuar, dhe bravo i qof për guximin që ka, për investigimet që bën. Dhe mendoj që të gjithë si Eraldo, edhe pse disa e kanë quajtur gabim publikimin, sa edhe unë nuk do isha dakord ta publikonin videon,
por duke njohur Raldon, mendoj që ai ka publikuar vetëm për zbardhjen e të vërtetës. Të gjithë mund gabojmë, edhe unë mund gaboj nesër, të gjithë mund gabojmë. Rëndësi ka që synimi të jetë qëllimi të jetë i mirë. Dhe në rastin konkret të gjithë duhet bëmi bashkë të zbardhet e vërteta e kësaj ngjarje. Por e lam tek BKH dhe SPAK-u, tek kjo ngjarje unë kuptova që nuk bëhet gazetari sepse një burim atje në SPAK ka djalin dhe nuk mund ti nuk mund të shesës të vërtetën për burimin. Nuk je gazetar të japësh një informacion, një mega operacion apo një operacion, thjesht një zëdhënës. Ti duhet zbulosh çfarë nuk është bërë në këtë operacion, është gazetaria. Marrësh dosjen, u zbar çfarë u zbar dosja? Çfarë? Ti zbulo çfarë nuk ka dosja. Kjo është gazetari, merr dosjen edhe zbardh aty në ekran edhe ta shohim qytetar ç'është, pse gazetari është? Ke mohabet me atë prokurorin, me atë të BKH-s, ku nuk e di me drejtorin e policisë që mund të ketë dosjen apo me operacion diçka ti, pse gazetari është? S'është gazetari, ti do shkosh vetë ke vendin ngjarjes, shohësh, pas ka 2 kamera, nuk pas ka 1. Që ka të një kamerë që më ketë filmuar ngjarjen, ta kapim, ta shohim të gjitha. Kjo është gazetari, shkosh vetë ta prekësh. Jo gazetari nga studi, merr dosjen, ti zbardh aty. Po s'është pra kjo. Dhe të gjithë to informacione, të cilet në shumë raste e dëmtojnë punën e SPAK-ut, dalin nga BKH-ja. Kjo është e vërteta. Igli, një notë për BKH-n dhe për drejtuesen. Të paktën si e ke parë dhe sepse mbaroi mandati dhe emri i saj iku pa shumë zhurmë. U pompua me zhurmë të madhe, por tashmë iku me... Mandati i Aide Hanjes përfundon me 31 gusht. Ajo do t'jetë prapë pjesë e BKH-s? Punën e BKH-s, më mirë se që di kreu i SPAK-ut Altin Dumani, s'mo ta di asnjë nga ne. Ai e di se sa punë kanë kryer ato hetuesit e BKH-s, drejtuesja e BKH-s, sa herë kanë dekonspiruar, nëse janë dekonspiruar informacione, sa herë kanë dalur informacione, sa herë kanë dalë dosje. Pra e din ai. Këto gjëra mendoj që kanë ndodhur disa herë, sepse ka pasur raste kur kanë dalë dosje dhe SPAK-u ka dalë njoftim zyrtar që mos publikoni filan dosje, sepse nxirret sekreti hetimor, etj. Ka dalë shumë herë. Pra, më shpejt del dosja e një hetimi apo një procedimi se sa merren vesh se kush person është arrestuar, sa masa e ekzekutuar. Dhe më mirë se ai nuk e di njëri. Mendoj unë si qytetar dhe si gazetar e shoh serioze punën e Byros Kombëtare të Hetimit dhe të SPAK-ut kur operacionet zhvillohen në mënyrë sekrete dhe me rezultate të larta. Pra, jo bo operacion dhe s'arreston si person. Apo operacionet të cilët e marrin vesh një muaj parë hetimet politikanë apo deputet që do jenë pandever, etj. Ne kemi foton e Erben Krajës me Benet Becin, lokal. Është publikuar foton në mediat. S'pun ka ish kreu i SPAK apo një prokuror i SPAK-ut, takon një zyrtar të lartë të Partisë Socialiste, kryetarin e Bashkisë së Shkodrës apo etj. Është shumë komplekse kjo çështje, ta shpjegoj me pak fjalë. Fillon që procesi vettingut. Që te procesi vettingut tek çka trupa e KPK-s, të cilët janë zgjedhur politikisht në ndikimin e mazhorancës. Pra ai që ka dhënë vettingu një prokurorit të SPAK-ut apo prokurorë të tjerë të rrethave etj. Në kompleks drejtësia, për ta kuptuar, e ka kaluar me mik sepse ato të KPK-s janë zgjedhur nga mazhoranca. Pastaj nëse s'ka kaluar te KPK, është apeluar te KPA-ja, prapë po ato. Ne kemi Olsi Komicin, u zgjodh deputet. Antari KPA-s, çfarë do të kuptosh më këtu? Antari KPA-s, pra, tregojmë pra që disa prej prokurorëve janë të kapur politikisht, sepse kanë kaluar vettingu. Vettingu ka qenë pika kyçe për t'i kapur, por ka dhe nga ato prokurorë të ndershëm, të cilët e kanë kaluar me zotësi dhe janë aty edhe falë të mbështetjes së faktorit ndërkombëtar. Një ndër to ishte Altin Dumani, i cili fatmirësisht po e drejton SPAK-ut dhe për pak i përfundon mandati 3 vjeçar, por kanë frikë që në krye të SPAK më pas do kemi me të operacionet që janë zhvilluar të 3 vjeçarët e fundit. Të 3 vjeçarët e fundit. Sepse do kemi një drejtues, shpresoj të jetë një drejtues i denjë, do kemi një drejtues i diktuar nga mazhoranca. Sepse goditet që i dha Altin Dumani në mbështetjen e fortë të faktorit ndërkombëtar, së dhe Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimet Evropian, mazhorancës, po ashtu dhe opozitës, të gjithë faktorëve politikë në vendin tonë, ishin të forta, por e shoh të vetëm në SPAK. Dhe këto përplasje që dalin në media, që ka përplasje me Erben Krajën etj, edhe mund të jenë të vërtetë, nuk duhet të supozoj kurrë, pa pasur informacion zyrtar, edhe mund të jenë të vërteta sepse duket qartëse që puna e SPAK-ut nuk po funksionon siç ishte në fillimet e saj me zgjedhjen e Altin Dumanit në krye të saj. Nuk po e them për të lavdëruar Altin Dumanin, nuk e njoh, por në krye të SPAK-ut më intereson drejtuesi i saj, si drejtuesi i SPAK-ut. Pra,
mendoj që po vjen fundi i epokës së prokurorisë së posaçme me mbarimin e mandatit të Altin